duhet që divani i kuq me shumicë votash të zgjedh një përfaqësues. Gerta ka zgjedh. Lori. Zgjedh Lori. Sepse ti doli pa besë. E ke pa më të rrezikume, një, dhe e dyta është që s'do më na dhon neve stafetën e përfaqësuesit. Unë aty thash emrin tim. Kush është përfaqësuesi i divanit të kuq? Përfaqësues është fjalë shumë e përgjithshme. As lider, as me peshë të madhe. Pastaj ti duhet ndihesh mirë që zgjedhur Lorin një. Pse se do Lorin ti ta zgjedh? Zemra. Lori. A është njeriu që ti e martuar Lori? Zgjedh më pas tërti. Se çfarë Valdo si kam dhënë gjithmonë. Gerta po tregohet frikacatja, e tregoi duke mos më nominu mua si përfaqësuesin e grupit sepse ka frikë. A pse nuk dhash emrin e Aldos që ka topsi? Ndjen që po ikën ky pseudo pushteti, mendoj që po bën lojë me Jos për të pasur topin nga njëri tjetri. Je fut ke grupi shpifeve, s'ke fajin. Ato të infektojnë direkt pas. Mora dhe me Eglin, sa erdhe Egli thu se të sezon me ta që s'ka thonë për si që s'kina ka, erdhe u bona me të se doli kundra Rodit. Kërë unë me Eglin, ke patit pikave me Eglin, pse e fut skoç? Ka kuptu që Egli ka ardhur me qëllim kundër Rozanës, edhe mezi pet që të rrije pak t'i mbaj ato relatat mirë me Eglin dhe të ketë diçka kundër Rozanës. Lunë me dy standarde. Kushëri me Eglin, kushëri me Eglin. Qa thua, ti thua pralliqe. Je ti intrigat që i fut Lori këto. Me sa duket Josi ka ndërkuar edhe tek Lori. I thash unë do ta sulmoj Gertën. Po më tha, spritet më. O Lori, po të propozova dhe të thash, po se më erdhe të mua, më the, do të arrish të finale, më propozoj finale. Ej, nuk jam budallaqe. Duam të mbaj marrëdhënie bashk apo jo? Në qoftë se ti vendos edhe ma thua dhe kështu në këtë mënyrë aq që ta ashpër, të mbaj përgjegjësitë tua. Funcionave ka thënë seriozisht atë. Shi si qafra që bokos, dhe që bërë. Nëse Lori nuk e beson veten, nuk është faji im pastaj, po ky është motivimi. Të Lorin e mban afër, ja thua gjërat që 1, 2, 3, dhe pastaj Lori nga hiçi kupton zgjohet edhe fillon të bondet. Këtë gjë bëri dhe me Gertën. A i ka më s'po ta më. Derë tani 2 pika lotë dhe po 6 me. Qëmë se ajo është gabim, qëmë se ajo... Mjam tani mjam, ta kthej se kështu e meriton, se unë nuk t'i dëgjoj fjalët, të dëgjoj se çka ke ti brenda vetes. Vetëm thot epitete. Ku i bazon këto? Nuk i bazon në asnjë vend. Pse kërkon të më unë mua si lojtare kështu? Çfarë fiton? Kujton se do ngrihet vet. Është zerrën, e ka lodhje të kohë. Luajn se shoh as gjë finale the. Kur më? Te krevati. Ua çaj do ky vetëm. Te krevati jo. Ore je një shpifës më. Unë të thash ty. Unë të thash ty në sy. Unë të thash ty në sy atë që thash. Në sy të thash. Jo, beto që shpifi. Je shumë shpifës. Po nuk biu në ngrackat Gertës. Gerta i hap gropat kaç. Gropat e Gertës se disi kaloj. Jozi, po e nis me ty? Reagimi im ishte pas përzgjedhjes që bëri Gerta dhe fillimisht vazhdoj nga vetja duke konsideruar veten përfaqësuese të grupit të divanit kuq. Pasi më tha Ledioni që mund të zgjidhni dhe veten. Po, në rregull. Pastaj kur nuk kishe mundësi ta mbaje veten, zgjodhe Lorin dhe unë e di shumë mirë se si e konsideron Lorin loj dhe patë frikë me dorëzu stafetën të unë. Që po të ma kishe dhonë mu, automatikisht do e kishe edhe Lorin të mbrojtur. Qa përshëndimi kërkon ti, kur ti bërë gjitha të rengë? Si mund të të besoj, unë ta kam thënë gjithmonë, pas asaj rengë, do të me besor sepse ai që ka kriju këtë divanin e kuq jam unë. Unë të kam thënë disa herë që unë këty nuk kam më besim. Jam unë, nuk jeti. Ai që ka bërë këtë ndarjen e grupeve jam unë. Këndarje grupesh? Që tek dasma, shtëpia ka marrë 2 rrugë. Divani kuq dhe divani blu. Në rregull? Jo, ishte bërë përpara, ishte bërë përpara. Jo. Tani, ti, faleminderit. Ishte bërë përpara. Tani, ti. Jo, as pak. Por nuk është, as pak nuk po them. Por as pak nuk je ti. Nuk po them asgjë, por as pak nuk je ti. Kështu që ti ke frikë për ta pasur topin te unë, te Aldo ose te Danja. Dhe e pason tek Loredana që nuk ndihesh me rrezik. Jozi, ti mendon që Gerta e ka pasuar përfaqësimin e divanit të kuq tek Loredana sepse mendon Loredanën një nga hallkat më të dobta të atij divani? Po. Jo. Po, shumë e vërtetë është. Shumë e vërtetë është.
A mendon ti, Jos, që Gerta në fakt e ka vetë marrë rolin e lideres së grupit tuaj, por nuk ka qenë asnjëherë lidere ati grupi? Patjetër që po. Kush ka qenë lider? Kush ka qenë lideri? Kush ka qenë lider në sytë e tu? Kush ka qenë më shumë lider se Gerta? Atëherë. Për të mbledhur grupin, për të mbrojtur grupin, për të bërë zgjedhje që i leverdisin grupin. Ledion, s'du të kthehem shumë brapa, por që tek Dasma u bë ajo ndarja e shtëpisë në 2 grupe. Dhe unë zgjodha Gertën, Aldon, Gjibanin, Danien dhe gjithë divanin e kuq. Pastaj ndodhi që ndodhi, ishte largimi i Gertës, ishte gjithmonë ai falenderimin ndaj gjestit që bone, ndasëm, po gjithmonë unë e kam kuptuar për protagonizmin që ke dashur me marrë të ndasëm, në rregull. Dhe po kush mendon që ka qenë përfaqësuesi i grupit? Kush mendon? Jo, Gjibani ka qenë me Ande, nuk ka qenë me këtë. Gjibani nuk ka, jo, s'ka lidhje. Ka qenë Gjibani, këtu ka qenë këtu. Gjibani keni pasur. Ledion, kemi shku gjithë grup, Ledion. Kemi qenë gjithë një... Ti ke qenë pjesë e këti grupi? Patjetër, unë kam qenë ai. A ke qenë pjesë e pjesë? Unë kam qenë ai që kam bën ndarjen, dhe të kam marrë unë afër vetës. Çfarë ndarje ke bërë? Çfarë Dasma nuk është ndarje? Dasma nuk është ndarje. Thjesht ndarja u bë sipas rrethanave dhe situatave që kishe ti në shtëpi në atë moment, sepse unë atë kohë rria dhe me Laertin. Uria dhe me Laertin ato ka. Dhe Dasma ka qenë, ja një sekond, dhe Dasma ka qenë ndarje personale në lidhje me marrëdhëniet e tua, jo me marrëdhëniet me mua apo me dikë tjetër këtu. Dhe Dasma nuk është absolutisht, nuk është akti që neve na ka ndarë. Ndërkohë, Loredana, a është e vërtet, Loredana, që ti i ke kërkuar Gertës që të ndihmojnë motivoj debate duke të dhënë hapësirë, pra duke mos i marrë ajo për vete, po duke të lënë ty hapësirë? Jo, e vetmja gjë që kam kërkuar Gertës në javën e kaluar, të cilën isha pa keq për situatën që kisha përballë midis Josit dhe Olës. I kam kërkuar sepse vërtet isha e fikur, le të themi. I thash vetëm më motivo pak më shumë. Po. Gjë që nuk ka ndodhur. Tani, në zgjidhjen e zinxhirit, nuk më ka ardhur ndonjëherë të motivoja. Atë që ta kërkova s'ma ke bërë. Kush është motivi sipas të motivimi yt si është? Loredana, ti e ke konsideruar një sekond. Loredana, ti e ke konsideruar Gertën si një nga personat më të afër brenda shtëpisë? Po. Një diçka që u bë në dyshim në zinxhirin që zgjodhi liderin, apo jo? Po. Që Gerta unë dje në një kuptim e tradhtuar nga grupi i saj, sepse nuk e zgjodhi askush prej jush. Unë isha sigur që Kelly da kalon të Gertës, edhe... Kelly rrinte me Aldo. Kelly është shok me Aldo, është sheqar. Kelly, ty, nëse nuk e kupton se si janë lidhjet në shtëpi, në këtë rresht, do më lini ta shpjegoj unë. Kelly ka qenë gjithmonë në Aldo, naft dhe vazhdojnë tjetër. Në këtë rresht, edhe në rreshtin tjetër, i vetmi person që ti mund të zgjidhje tjetër, i vetmi ishte Aldo, i vetmi. Prandaj unë thash Kelly do thoshte ty, ti do thoshe Aldo. Ishte i vetmi njeri se në këto divana, i vetmi njeri ishte Aldo që mund të zgjidhje ti. Prandaj unë bravo llogarit kështu. Te zinxhiri, okay. Te zinxhiri. Tani, duke ju kthyer këtij mohabetit e sulmit e të gjitha. Mbas zgjidhjes së Gertës, mbas që u ktheva nga salla ku u bë loja, unë gjeta një farë ftohtësie këtu brenda. Ne ishim gjithë gëzuar që fitove. Nga kush? Sidomos Gerta. Domethënë kur Gerta më zgjedh mua sepse më ka gjanë. Më ka gjanë, kur u ktheva, qeva një farë ftohtësie. Po çfarë, nëse, ajo që më bëri akoma më shumë të dyshoja është që pas prajmit Gerta u fut direkt në sulm ndaj meje. Për të kamufluar faktin që zgjedhja që ka bërë, u bë, jo sepse më ka gjanë mua, po nuk deshte të zgjidhte Aldon, sepse Gerta dhe në prajmet e kaluar, kur është pyetur kush është personi jo mi afër këtu brenda, Gerta mua nuk ka cituar ndonjëherë. E qartë, që ishte një zgjedhje e çuditshme dhe në fakt Aldo ty të zhdukur dhe e ke ballafaquar Gertën për faktin që asnjëherë ajo nuk të zgjedh ty. Dhe në një kuptim e ke ballafaquar duke i thënë që ti nuk je liderja e grupit, madje u vure edhe shumë në pozita të vështira në momentin që opinionistët
teksuan që në fakt lideri i divanit të kuq je ti, Aldo, dhe jo Gerta, apo jo? Po, shiko, Ledion, nuk është se kam ndonjë problem me egon, apo me... Nuk është se jam natyrë egocentrist. Po nga ana tjetër, Gerta e ka cilësuar gjithmonë veten si luanesh, mendoj që këto kohë ka një lloj frige për të lëshuar pushtetin në një farsensje, sado që loja mund këtë rënë kohët e fundit. Si fillima, i takon pushteti që e ka marrë... Po këtu njerëzit e marrin vetë, Ledion, po ti dëgjosh gjithë thonë emrin e vet, a thuti kush janë, a thuti unë jam Filan Fisteku, domethënë nuk e di kjo lloj prepotencë nga vjen apo pse. Ato duket ty Aldo njësoj si që duket Jozit që Gerta është afruar me Eglin? Me Jozin e kam ndryshëm e thënë drejtën se Jozi po tregohet hipokrit tu, domethënë Jozi personi i parë që lavdroi kur u kthye në shtëpi ishte Gerta dhe pastaj i bëri një rreng pa drejtë dhe pa motivuar totalisht. Nga ana tjetër po hipokrizi ishte nga ana Po nga ana tjetër po hipokrizi ishte nga ana e Gertës, e cila e fali këtë lloj rrengu që Gerta mbahet për qëndrimet që ka. Megjithatë, po jo mos e kjo të vjen me pabesi, kjo të vjen me qeshur, me ndjeshur 16 gabim. Nuk mendoj që Gerta Një sekondë, ti dëgjojmë pa. Për t'ju kundërvënë Rozanës, nuk ka patur ndonjëherë Gerta nevojë as për Eglin as për dikë tjetër për t'ju kundërvënë Rozanës, kështu që jo, nuk e mbështes të teorinë. Unë Ledion, diku është qëllimi i Gertës, Ledion. Unë nuk e di, po thoni gjërat pa vërteta. Cili është qëllimi i Gertës, Jozi? Qëllimi i Gertës është dëshiron të krijoj 3-4 persona që në rast rreziku, zëngjiri ose nominimi ose një situatë ku ndihet në rrezik, të jetë dikush nga këto 3 persona që të thoj emrin e Gertës. Jo, ky e ti. Jo, nuk jam unë. Po ja, spak. Unë nuk e di pse e unë Sepse ti mund të Dhe Jozi ty të... Unë kam qenë ai që kam pasur si ty. Ti je personi që ke lobir ato që ke përshtyr, je personi që ke lobir ato që ke përshtyr. Me ndjen gjëra. Po se pushojmë se do të se kemi këtu me njëri tjetrin. Gerta, çdo me thënë, Gerta, çfarë ke parasysh Gerta kur thuaj që Jozi ka lëpir aty ku ka përshtyr? Ka përshtyr, në lidhje me Rozanën dhe me Laertin. Jozi, sa po erdhi, një sekond, sa po jo me Ardën s'ka bërë asnjëherë. Asnjëherë me Ardën nuk ka pasur kontradikta. Jozi kur erdhi, të lutem. Jozi kur erdhi në shtëpi, filloi Një sekond, ju lutem, Gerta, flet Gerta, ju lutem. Gerta. Jozi kur erdhi në shtëpi dhe për shumë ditë me radhë, sulmoi me njëherë Laertin dhe Rozanën duke i cilësuar me epitetet nga më të rëndat, po themi. Në syrin tënd, po. Jo, në syrin tim, do më thënë, sigurisht në syrin tim. Në bisedat me ty, në bisedat me ty. Po. Dhe, jo, dhe përballë tyre, dhe përballë. Jo, përballë s'ka thënë asgjë. Po, gjithmonë. Rozit i thoshte je e ligë, je etjerë, të gjitha Laertit i thoshte po prap, je hipokrit, i pabes, po. Ishte njësoj me qëndrimet që Jozi ishte larguar nga shtëpia dhe erdhi sërish. Ndërkohë që tentoi gjithkohës të ndante Valbonën me Laertin, pra po flas për tani në rikthim në këto kohë, duke shar Laertin, dhe duke i dhënë epitete të rënda. Një sekond të flas, se nuk mund të flas kështu. Po pra, o Gerta, atëre, e kuptoj, një sekond, banor, ju lutem, se nuk po na lini të sqarohemi. E kuptoj që Jozi, fillimisht pas kër ka pasur qasjen e njëjtë me cilën u largua, por më pas, duke qëndruar aty në shtëpi, dhe duke qëndruar edhe me ty brënda në shtëpi, vendosi të brakti o Laert. Një sekundë për rridhota. Ki respekt për më të veçlit Laert. Braktisi atë që e kishte shoqe, aleate, dashamirëse dhe shkoi tek ata të cilët i ka pasur jo dhe aq qef, i ka sulmuar. Që do të thotë, kjo nuk tregon aq për Jozin, se sa që tregon për ty, do me thënë, pyetje mbete sa ja bën ndonjëherë, ore, po pse ky Jozi iku nga unë dhe shkoi tek ta të dy. Bravo. Një arsye, ka. Gerta Ledion, ka ik nga vetja vet, nuk është koherent me veten e vet. Pyeta Gertën, ju lutem, pyeta Gertën, banor, ju lutem, pyeta Gertën, nuk pyeta askënd për jush. Gerta. Atëre, për Jozin këta janë kundërshtarët
po themi më të fortë që ka patur në shtëpi, sepse dhe dasmën pikërisht kanë qenë Rozin dhe Laertin që Jozi nuk i ka ftuar në dasëm. Dhe në 3 ditët e fundit, vetëm 3 ditë ndodhi në fakt, tani në ditët e fundit, që Jozi u afrua dhe me Rozin dhe me Laertin. Çudit që normalisht mua më duk ky lloj afrimiteti i pa kuptim dhe kam pyetur vazhdimisht Jozin duke i thënë që pse po rrin me Rozin dhe me Laertin dhe cila është arsyeja. Ndërkohë, shumë pak, po një sekond më ta mbaroj një gjë nga fillimi në fund. Pse më nuk më shqetëson fare, thjesht doja ta dija, sepse doja të të dhirja fytyrën tënde, i cili Atere, Gerta, të ta shëroj unë, sepse juve flisni me zë të lartë, flisni duke mos dëgjuar njëri tjetrin dhe shpesh harroni se çfarë ndodh në shtëpi. Në fakt, historia është ndryshe, sepse Jozi filloi të kishte dyshime për lojtaren e fortë që ti pretendon se je, që në momentin në zgjedhjen që ti bëre te kutia e Pandorës, dhe për këtë ju keni folur gjatë e gjerë. Dhe Jozi nuk është se pa pritmas, i hyri shejtani, do thoshte vetë Jozi, edhe ktheu me xhirim gomash 90 gradë. Jo, mbase kuptoi diçka në një zgjedhje tënden, dhe aty tha prit, se mbase unë aleancën që kam me Gertën nuk më çon askund, duhet të bëj aleancë me dikë tjetër, që mbase është më i fortë se... Okej, ai është i lirë e djot të veprojë si të doj, të veprojë si të doj, por unë jam me... Shiko, të hedhë në momentin më të keq. Unë nuk të kam hedhur në asnjë moment. Në cilin moment kam hedhur? Në cilin moment? Ma trego. Ma trego. Po ma trego më Jozi se unë me ty s'kam pasur fare situatë. Përveç se u tregove ti pa besë me meje. Në cilin rast me Valbonën? Lorin unë e zgjodha sepse Lori, mua Lori po ma habit edhe me atë që tha, unë do sulmoj Gertën. Po sigurisht që unë shpjeguar mua ma habit Lori, sepse dua të shpjegoj diçka. Nuk e di se ku e gjej këtë kurajnë. Më lini të shpjegoj gjatë me radhë. Ti shpjegoj me radhë. Atere, unë me Lorin kam patur një marrëdhënie sistematike, po themi. Ku e kam pasur... O, zoti ma, po një sekond moj. Me Lorin kam pasur një marrëdhënie sistematike që nga fillimet e kësaj shtëpie dhe unë nuk kam pasur kur sulme me Lorin. Dhe asnjëherë nuk kemi konfliktuar apo jemi përplasur me njëra tjetrën. Lori që në fillim ka qenë një person i cili më është afruar dhe kur ka qenë e dyzuar për marrëdhëniet me Jozin, kur ka qenë gjithmonë pak më timida në shtëpi, pra nuk e ngrite zërin për gjërat e saj, gjithkohës unë kam biseduar me Lorin dhe jam përpjekur që ti jap ato këshilla që Lori i ka pranuar me dashamirësi nga ana ime. Dhe nga ana tjetër, unë e kam mbështetur Lorin, qoftë edhe për kalendarin, që ndërhyra dhe të gjitha gocat më ndërhyrën mua, ja një sekond, të gjitha gocat mu vërsulën mua dhe për kalendarin që më thamë pse ndërhyve dhe pse e mbrojtë Lorin, sepse Lori ishte pak më i tërhequr aso kohe dhe për shumë situata të tjera në shtëpi në lidhje me Jozin. Dhe në marrëdhëniet e të dyve, Lori sërish dhe Jozi gjithashtu, të gjithë situatën e tyre vini dhe e flisin me mua. Dhe unë Lorin e kam konsideruar njëri shumë të afërt. Pastaj, në momentin që Jozi doli nga shtëpia, ishte sërish Lori e cila kam qëndruar afër dhe ka biseduar me mua për të gjitha ato që ka thënë në shtëpi, duke qëndruar unë një person për Lorin, një person ku Lori vetë me gojën e saj thoshte që te Gerta kam besim, nëse flisin bashkarisht të gjithë, ke unë kryoj një lloj besimi. Dhe unë duke kuptuar çiltërsinë e Lorit, pasi doli Jozi, doja vërtet i jepsha forcë Lorit, sepse ma kërkonte her pas here dhe thoshte që Gerta kam nevojë për motivim, më mungon energjia dhe kam nevojë për të motivuar dhe për të përfshirë më shumë në lojë. Dhe kjo ishte një nga arsyet që unë Lorin e zgjodha si emër. A nuk e kupton faktin që ngele Gerta, fakti që ngele e fundit e zinxhirit. A nuk e kupton që grupi yt, atë që ti ke konsideruar grup, të ka lëshuar? Po, e kuptoj. E kuptoj. Pa tjetër, kam kuptuar me kole, Dion. Dhe situatën, çdo bëj unë jam vetëm. Sepse,
Ta shpjegoj sepse. Mos e shpjegoj se ne e dim. Nëse ne ndajmë biseda këtu në shtëpi, unë me kë do rritur në shtëpi, sepse unë nëse nuk bisedoj me njerëz, kjo do të thotë që unë po rri me një cep aty, dhe po shkoj dhe po rri vetëm. Ti më ke akuzuar mua për Lidhjen, që kam detur me Lidhjen, në tani po thua të njëjta gjëra. Marrëdhënie detyruese, nuk ka. Po një sekondë se po flas për veten time. Marrëdhënie detyruese unë këtu nuk ka. Sepse kur ka ardhur puna të gjithë antarët, po themi, të divanit të kuq, antarët e partisë tënde, e partisë tënde, përfaqësuesit, antarët e divanit të kuq, shumë bukur antarë do ta them, se s'ka ndonjë gjë të keqe. Atëherë të gjithë kur ka ardhur puna të gjithë kanë treguar individualitetin e tyre dhe gjithmonë kanë treguar që jo. Gjithashtu, dhe nuk keni bërë çka keni dalë. Po, gjithashtu më duhet ju kujtoj sidomos Jozi dhe Loredanës, të cilët janë ata që janë ata që kanë sulmuar Gertën, që Gerta de facto është banorja që i ka rezistuar më shumë televotimeve në këtë edicion. Doni apo nuk doni ju? E zgjidhni apo nuk e zgjidhni ju në zinxhir? Mendoni apo nuk mendoni ju që Gerta është lojtare fort, është në fakt lojtarja që i ka rezistuar më shumë televotimeve në këtë Big Brother. Loredana. Atëherë, mbas pamit të kaluar, Gerta, Lori, marrëdhënia jo nuk është vetëm në këtë prajm. Jo, një sekondë ta lëmë se do Lori të flasë. Lori, për qafimet tona ku shkuan? Marrëdhënia jo, Ja erdh me shembull nga Gerta, këto biseda duhet bësh me Valbonën. Dhe duke parë një Lori më çapkëne. Një sekond, Gerta, një sekond ta dëgjojmë Loredanën. Dhe ti u theve dhe Jozi pik mua vete ajo ka bajtur afër. Deti, një sekond. Pra, më fal, një moment. Vajza, qetësoni se po flisni me duar dhe me këmbë. O Danja, si ishte ajo? Pra Loredana u kthye me Jozin? Po, dhe u largua nga Gerta se dhe harroi të gjithë grupin. Loredana, të dëgjojmë Loredanën. Po na petas me gojë tani. Për zotin, kur kemi qenë te lavanderia unë dhe Jozi ka kërkuar të më hapte mohabetin e Gertës, i kam thënë nuk kam punë, nuk diskutoj për Gertën me ty. Po ti ke thënë do sulmoj Gertën. Më thaj, e kisha thënë unë ke bërë me plan, sepse ti kishe që atë ditë, ti mbas prajmit, ju lutem, mbas prajmit ti fillove, do flasim nesër. Dhe nesërmen, do flasim nesër, të nesërmen, do flasim nesër. Qa do presim? Pas nesër? Do flasim nesër, për çfarë? Do diskutonim, ka ma bet me ty, Sa e këtë thoshe? Qa do duroj, qa do pres? Jo, ka mu për të flet. Ti dojë që unë të sulmoja, atër ti motivimin, Lori. Loredana, si e mendon faktin... Lori, nuk më ke motivuar. Po të thash të dash, prandaj të dash. Një mbrojti që e bërë në datën 14 nuk të duket motiv. 22 mars. Nuk të duket motivim që unë të them, Lori ti mund t'jesh, pse mos jesh ti në finale? Po shtirje, o Lori, është shtirje. Atere ka qenë manipulim. Po si që ka manipulim? Ky muhabeti ka 2 javë. Po unë se kam thënë Danjës të. Nuk ja kam thënë as Danjës, as Ardos nuk ja kam thënë as kujt. Atere, vajza, ju lutem, Loredana, Gerta nuk po ju kuptojnë fare se çfarë po thoni. Fare. E kemi në Jo, e kuptoj, po keni parasysh që publiku do të marrë vesh se për çfarë dreqin jeni duke folur. Se po musulman unë nuk e kuptoj, se unë nuk di çfarë i kam bërë. Atëherë, ja të jap një ide pse mendon Arbri dhe Neda se po të sulmojnë. Ose, jo, Arbër. Joz strategu që i bën të stisur është rikthyer në lojë me qëllime të pastra. Qëllimet e tij janë së pari që përmes skemës së përçaje sumdo të dalë vetë në pa. Së dyti ka dashur që përmes kësaj gjëje
vendin që Gerta ka pasur ta ikull tuk, ta shkatroj. Dhe që ta shkatroj këtë, u deshit që të krijonte duke përdorur edhe pak helm tek Loredana, ta shkatronte së pari këtë raport. Po s'ma ka thënë ai, betoj që s'ma ka thënë ai, ka qenë ideja ime. Më falni. Kur ti ja the atë, ishte shumë i gatshëm, apo ja? Po ishte i gatshëm, ka qenë. Pra. Se e kam ndjek bisedën. E ke ndjek. Dhe normalisht në këtë pikë të lojës, Jozi në rregull është. Jozi do me kalëru. Do me edhe përpara dhe i ka fillu tani aty brenda për qa, prish aleanca, shkatro, vetë del në pa në rregull është Jozi. E ka qëllimin krejt të pastër. Pse? Do apo s'do ti Gerta, Josefini arriti të intimidoj ty? Të më intimidoj? Po, arriti të intimidoj. Jozin do ta konsideroja vërtet një lojtar të rrezikshëm përballë meje, të jesh i sigur që pas atij rrengu, unë do t'i qepesha këmba këmbës Jozit. Por nuk e bëra këtë, sepse për sytë e mi, Jozin nuk e ka konsideruar fare. Gerta, kam një pyetje direkte. Cilin konsideron ti një lojtar të denjë përballë teje tek divani i kuq? Asnjë. Vetëm një emër. Ke divani i kuq? Po pra, te divani jot. Kur të ngushtohet rrethi ndoshta po tani jo askënd. Pra ti nuk shikon askënd tani, por duhet të ngushtohet rrethi që të shohësh një? Unë tani nuk shikoj. Nuk shikon askënd. Sepse, shiko, Levjo, përballë meje, unë gjithkohë luftën, po ty nuk të shikoj, ose çfarë do ta shikoj me zot. Nuk shikoj, asnjë nuk shikoj. Po asnjë nuk shikoj, dhe kesh tash. Po nuk e shikoj çfarë vjen ka. Se është frikë, po nuk ka frikë më kur e them. Se më duhet ta them. Unë sulm, po nuk kam bërë sulme me ju. Se nëse unë do ju ta konsideroja, ti je i bindur që do të bëja sulm. Unë nuk e kam bërë sulm. Unë sulmet i kam treguar deri tani në këtë shtëpi, se me kohë i kam bërë. Okej, dëgjojmë Nedën. Fjala për Nedën, banor. Po, patjetër. Unë me ato Neda, me sulmet e mia i kam bërë përballë. Qartë e kuptova, Neda. Kur e sheh Big Brotherin nga televizori siç e ka parë Jozi, unë se kuptoj si nuk është bërë akoma Che Guevara me revolucionin e divanit kuq. Po ndërkohë Gerta ka ja 91 ditë në atë shtëpi dhe nuk merr as televizor, as informacion, edhe nuk ka qartë si Jozi kod duhet godas edhe kur duhet godas. Apri pak zërin e tani. Audio nuk dëgohet shumë Neda. Jozi është shumë i qartë në gjën që po bën. Për mua është pabesi shumë e madhe që ke targetuar Gertën, a thua se po bën në i gush shteti, apo bën po ngre frymën për ta rëzuar nga froni. Gerta ka, siç e thash, 91 ditë në atë shtëpi, siç e tha Ledioni, ka përballuar nominime pafund. Mirë, keq, me aleat, pa aleat, e ka gjetur mënyrën për të ardhur deri këtu me kokën lart, edhe sidomos koherente. Edhe këtë Loredana ka më së shumti me ty, se edhe ti mendoj që duhet i bësh një dy pyetje vetes pse i mban qëndrimet që mban, dhe atë bëjnë nder kur papritur të vjen Che Guevara dhe tregon se si duhet luajtur dhe këtë duhet godasim, edhe ti ndron regjiste. Çfarë sinqeriteti është? Se ti mendon se ti je më sinqert se unë atë. Jo, mendon se je sinqert. Ti mendon që je sinqert me të. Ti mendon. Mirë, ti mendon që je sinqert me të. Ti mendon që je sinqert vetëm për gjithçka. Vetëm kaq. Dhe Lori dhe të më thojë vetëm kaq Gerta, hajde sepse ti vërtet u ndjeve shumë keq, se ti e kuptove se sa të e sinqert kam qenë me ty. Dhe ti do të vije minimum të më thojë që Gerta. Edhe ti di shumë mirë dhe pas atij debati edhe të Gjakova. Edhe ti vazhdoje, nesër ta tregoj ju, nesër ta tregoj ju, nesër ta tregoj ju. Se bëje ti, se bëja unë. Unë kam përçakuar shkap datën. Kush? Ti kujton se është sinqert me Lorin? 10 herë më shumë se kjo edhe se ti. Edhe se gjithë. Po ti ajo nuk shkon aty në finale. Ti vetë ke folur për Lorin keq në këtë shtëpi dhe unë ta kam mohuar kur ke ardhur në finale. Dhe unë të kam thënë çfarë Lorin, pse nuk e ke Lorin? Kur tani
Pse nuk e ka emrin tani që që shikon në gjysmë finalen në finale? Pse nuk ka emrin? Jo, shikon përballë vetes, ishte pyetje tjetër. Pse se okay, pse s'e the Lori? Nëse në finale jam lojtare forte. Në finale nuk shkon gjithmonë me kundërshtarin. Po pse nuk e thon asnjë emrin? Shkon vetëm me kundërshtarin në finale, Lori. Fjali që më thotë Kurioz jemi nëse do të vazhdoni të qëndroni brenda shtëpisë se do të zhvillohet kjo histori.